Demokracia për zhvillim ka organizuar takim në mes të kryetares së Gjakovës Mimoza Kusaj Lila dhe përfaqësuesve të shoqatave që veprojnë në Gjakov. Këtu u debatua për problemet që hasin shoqatat gjatë punës së tyre, por që u tha se kam për krajën e komunës. Rezarta Delibash Zade, koordinatore e projekteve të demokracisë në zhvillim, tha se ata kanë organizuar këtë debat pikërisht në Gjakov për shkak të transparencës që po tregon kjo komunë në kohët e fundit. Qëllimi i takimit ka qenë njoftimi i komunës me kërkesa specifike të shoqatave me antarësi. Dihet se shoqatat janë mjaft të forta pasi kanë antarësi në numër të madh të qytetarëve, të cilët mund të kontribuojnë në ndryshimin në projekte të ndryshme në Kuvend të Kosovës, dhe ne mundohemi të fuqizojmë këto shoqata që këta të mundin të bëjnë ndryshimet e nevojshme në ligje të cilat pastaj mund të implementohen në vendet e tyre. Në fjalën e saj, Kusaj Lila tha se komuna e Gjakovës ka pasur ngadalësim të shoqërisë civile, pavarësisht vullnetit të treguar për bashkëpunim dhe qasje në informata. 2 vitet e fundit jemi mundu që ta inkurajojmë shoqërinë civile të jetë pjesëmarrëse apo bashkë pjesëmarrëse në procese të ndryshme vendimmarrëse. Për ne ka qenë shumë i rëndësishëm fakti që nga përfaqësues shoqërisë civile fundi vitit 2014 e kanë nxjerrë Gjakovën si një ndër komunat më transparente, do të thotë Instituti Demokratik i Kosovës në një vlerësim që e ka bërë për 6 komuna të shpërndara në territorin e Republikës së Kosovës. Ndërka shoqatat pjesëmarrëse në përgjithësi u shprehen se komuna është treguar bashkëpunuese për t'ju ndihmuar në realizimin e projekteve që i kanë pasur. Ne si shoqat jemi të kënaqur për bashkëpunimin që kemi me komunën e Gjakovës. Falenderojmë kryetaren Mimoza Kusaj Lila, e cila na ndihmon dhe jemi mirë me buxhet. I vetmi problem është që ne nuk jemi pjesë e takimeve që bëhen për shkak të mungesës së përkthyesit. Komuna e Gjakovës deri më tani ka pasur 35 debate publike me shoqatat ekzistuese për të treguar planet e tyre dhe për t'i dëgjuar vështirësitë që ata i kanë.